Gjithmonë më shumë, po afron ndeshja mes Shqipërisë dhe Serbisë. Derbi i madh i Ballkanit do të marrë vëmendjen e madhe edhe të mediave botërore, veçanërisht pas asaj ngjarje që ndodhi në Beograd, por duket se edhe këtë herë lista e Silvinjos, e cila do të publikohet në ditën e ënë, nuk do të ketë shumë risi, pasi lojtarët më të shumë përfolur nuk kanë pranuar ende ftesën e Shqipërisë. Brian Gruda vazhdon të presë në Gjermani A, veçanërisht pasi e mbylli sezonin në Premier League me Brighton në mënyrë spektakolare. Golat e realizuar dhe paraqitje mbretëlënse bëjnë që shpresat e Grudës të rriten për Gjermaninë dhe të mos vijë Shqipëria. Të njëjtën rrugë po e ndjek edhe talenti tjetër i Mainzit, Nelson Vejper. Talenti i Mainzit nuk ka statistika aq mbretëlënse në Bundesliga, pasi ka shënuar vetëm 3 gola në këtë sezon, por edhe pse ka qenë jo shumë produktiv, edhe Vejper mbetën në pritje deri në fund për një ftesë nga Gjermania, duke lënë si variant të dytë Shqipërinë. Vejper ka postuar 2 fotografi në rrjetet sociale, ku shihet duke parë ndeshjen Shqipëri-Gjermani U17, e cila u zhvillua në Elbasan Arena dhe më pas duke drekuar në Vlorë. Por nuk dihet ende se për cilën skuadër Vejper ka bërë tifoz mes Shqipërisë dhe Gjermanisë. Ajo që të lë një ndjesi jo të mirë është fakti se këta lojtar nuk i ngacmon emocionalisht as i ndeshje Shqipëri-Serbi për të ndryshuar mendimin e tyre dhe iluzionet që kanë në kokë, por do të vazhdojnë të presin, ndërkohë që pas shumë vitesh, kur të vinte Shqipëria si të refuzuar nga Gjermania, do të tregojnë me patriotizëm se sa bukur është të jesh shqiptar. Si Nelson Vejper, ashtu edhe Brian Gruda janë shfaqur së fundmi në listën e Gjermanisë U21, duke konfirmuar mungesën e tyre edhe në listën e qershorit për Shqipërinë. Pra si për Grudën, ashtu edhe për Vejper, më emocionuese është një ftesë e Gjermanisë U21 se sa një ndeshje Shqipëri-Serbi për të qenë aty prezent në fushë. Kjo tregon gjithçka se sa ndjejnë këta futbollistë për atë dhëun e tyre.